Ka 27 vite që prehen në këto vareza. Në Velani këtë të shtun u përkujtuan dëshmorët e Prishtinës. Për humazhe aty u pën shumë familjar e përfaqësues institucionesh. Në mesin e tyre i pranishëm që edhe kryetari përparim Rama. Por dikush aty tentoi t'i ndaloj hyrjen. U manu lënë, nismi dëshmori, edhe quni jashtë në kushërinë të. Djali i dëshmorit Bexhet Bajshori tregoi më pas arsyen e këtij veprimi. Unë përmes shoqata dola nga lufta ku më apliku për një lokacion në parkun e Dragodanit, për me bën një kiosk për familje. Kur orë dy që janë pushtet, këta më kanë lënë non-stop projektin proces. Po tash çat lokacion temin, kushërinë jam i njëjti, që e kam kushëre, unë e kam qu vet aty, i kam tregu që jem të prind proces. Po më kanë anulue, të këshyrim që po bëhet zgjidhja, atina ja kanë leju me të njofshëm. Këtu të varrezat e dëshmorëve po vinë vetësa për kamera. Më duk që kishe po bëjmë diçka për familje dëshmorëve, a kënenaj absolut kur gjë s'bojmë për neve heq. Pas kësaj ndodhije, homazhet vazhduan. Kemi arë edhe këtë vit ta bëjmë nderin ton në shenjë të madh për respektin e tyre dhe familjeve të tyre, për sakrificën për vendin ton, për paqen e vendin ton. E me lot në sy, foli dhe ish komandanti i UÇK-s, Adem Shehu. Po dhimbje edhe duhet me morë forcë. I pranishëm ishte edhe ministri i mbrojtjes, Ejub Maqedonci, i cili përkujtoi bashkëluftëtarët. I kam pasur bashkëluftar, kemi bashkëluftuar bashkë, kemi bashkëvepruar bashkë, dhe me të vërtet është nder i veçantë për secilin që vjen dhe respekton ata cilët ishin bazamenti i ushtrisë tonë, bazamenti i lirisë tonë. Nga varresat e dëshmorëve në Velani, u ritheksua nevoja një padije ndaj Serbisë. Një gjë ka me të mongi, Serbia nga këtu është shfor, por drejtësia nuk është vull vend ende dhe përmes dokumentimit të këtyre vlera ne duhet me bo padin ndaj Serbisë dhe ne duhet me kërku drejtësinë ndaj të rëndë për liri. Dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës shënohet çdo vit me 18 prill, duke ndëruar sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.